Dhe kjo ka qenë traditë e muslimanëve të parë, që sadakaja pra mos bëhet në mënyrë haptazi, që ta ruan shpërblimin e sadakas aq sa më shumë që ka mundësi. Andaj thuhet për shumë prej njerëzve të cilët kanë vdekur, se pas vdekjes së tyre e kemi parë se për sa familje janë përkujdesur në qytet, në vendin në të cilin kanë jetuar. I pari prej tyre është Ebu Bekri radiallahu anhu. Pas vdekjes së tij është marrë vesh se sa familje është përkujdesur për ata. Andaj ju e dini hadithin e pejgamberit alayhis salam që mas namazit sabahit ka thonë kush prej jush e ka vizituar një cmur, kush prej jush ka dhënë sot sadaka, kush prej jush, në të gjitha ato është ngritur Ebu Bekri radiallahu. Para namazit sabahit dhe folën për ditën e sotit. Dhe Ebu Bekri po thot se ka dhënë sadaka. Dhe thonë, aq që fshet që është bërë në kohën kur njerëzit përgatiten për namazin e sabahit, në rrugën që ka shkuar për në xhami e ka dhënë sadakan dhe ka vazhduar ka shkuar në xhami. Po ashtu kjo transmetohet nga shumë prej dietarëve të selefit, nga Sejd ibn Musayyebi, nga shumë e shumë. Andaj padyshim se këto mësime duhet që ne t'i marrim me vesh të hapur dhe me zemra të koncentruara, që të mundohemi sa do pak të jemi pra prej këtyre që i praktikojnë këto mësime.